sot është diskutu gjëra gjatë dhe kolegët e kanë shpjegu shumë mirë që nafta në fakt hyn në procesin e prodhimit të secilit produkt, është lëndë e parë, është mbi të gjitha kosto e transportit për njerëzit dhe për mallrat. Vitin e kaluar, në vitin 2025, Kosova ka importuar mbi 7 miliard euro mallra. Deficiti tregtar është më i larti në historinë e pas luftës në Kosovë. 6 miliard e kemi diferencën në mes të eksportit edhe importit. Dhe më thonë 6 miliard më shumë kemi importu se sa kemi eksportu. Edhe këtu një kolegë i cili u ftu sa po ju përmend lista serbe, edhe mande u largu, e tha që çmimet e naftës nuk i caktojnë Prishtinë. Këta, prej nëntorit të vitit 2023, kur gjykata kushtetuese ja u ka kthy ligjin e çmimeve tavan si antikushtetues, nuk kanë bërë gjë tjetër, veç kanë akuzuar deputetët që këtë ligj antikushtetuese kanë qenë kushtetuese. E unë po i tregoj këtij deputeti, juve nën kryetar dhe gjithë atyre që nuk janë këtu, po besoj që na ndjekun nga zyrët e tyre, të ngrohta ose nga xhipat e nxehtë, që janë rreth 7 miliard euro produkte që Kosova i importon dhe çmimet e tyre nuk caktohen në Prishtinë. Çmimet e tyre caktohen pikërisht nëpër bursa, pikërisht në vendet ku prodhohen. Na nuk e caktojmë as çmimin e energjisë. Na e caktojmë çmimin e energjisë që e prodhon Keku, e kemi 29.6 euro. Mirë, po kur vjen puna me importu 259 milion euro energji elektrike, a dini kush na i cakton çmimet? EFT-ja e Vuk Hamovicit, e cila e ka marrë licencën në kohën e Albin Kurtit nga bordi i zërres i caktuar prej Albin Kurtit. Atëherë pyetja është, çka ju vyn këtyne çmimit tavan? Dolen thanë, na nuk i caktojmë me heq të vëshetha, nuk ka kur farë ndikimi. Ndikimi tha është 0, në qoftë se heqim të vëshen. Çka është të bëjë sot Ministria dhe Qeveria që po do t'i kemi caktuar marzhat? Ata po thonë kemi caktuar marzhën 2 dhe 12 cent, varësisht për shitje me shumicë apo me pakicë. Atëherë le të tregojnë këta se çysh po e llogarisin marzhën. A importuesi i naftës vjen në kufi dhe deklaron. Thot, unë e kam marrë naftën me 1,40 euro. Që ati 1,40 euro i shtohen 36 cent akciz, e mbi që ato të shtohet të vësheja. E ndogon, nëse te ke hek 18% të vëshen, e te ja ke caktu marzhën 2 cent ose 12 cent, që shka mundësi që nuk për kontrollojshe. Atëherë, këta ko kanë tu e mashtru popullin edhe me marzha, si që po ma heret, që çmimi i naftës nëpër media u raportu që është 2,3 euro, Ministria dul këtu, nuk ju boni thirrje inspektorave me dalë në teren, ju boni thirrje qytetarëve, i tha qytetarëve, njoftomni sa është çmimi i naftës, e disa pikat e karburantit që i kanë rrjetë, që i kanë 100 pika, çmimin prej 1,89 centëve, në momentin kur foli Ministria, e zbritën për 6 cent, e zbritën në 1,83 cent. Ky është mashtrimi që ju po ju bëni njerëzve. Vetëm në një kod tarifor, vetëm në importin e naftës, në kryetar Kosova, veç naft, kesh importu dikon 60 milion euro në janar dhe 57 milion euro në shkurt. Shifrat e marsit nuk i dim ende, sepse nuk janë aty. Ajo që kemi kërku ne si grup parlamentar me mbështetjen edhe partive tjera opozitare, vetëm për kod tarifor, është një ullje e çmimit për 18 milion euro në muaj. Unë i kom bërë llogaritjet me atë çmimin që raportu mediat, me 2 euro. Po ai mundet, do më thonë, me varieru varësisht prej asajna. Edhe a dini çka? Dulen ministrat ma herët, edhe thanë, opozita po kërkon që na me heq të vëshën edhe akcizën, po tani na duhet me onal ose shtesat lehonave ose shtesat fëmijëve. Ky është shantazh të nderuar. Ky është shantazh. Sepse nuk ka nevojë, a dini pse nuk ka nevojë? Se ka buxhet, sepse kjo qeveri bazuar në çmimet nalta është të marrë më shumë pare. 65 milion euro i ka kushtu qeverisë e Republikës së Kosovës ekzekutimi pagës 13. Ekzekutimi pagës 13 i ka kushtu 65 milion euro. 411.000 vetura ishin të regjistruar në vitin 2024 sipas raportit vjetar të statistikave. Po e dini çka? Këta nuk duajnë me ju ndihmu të gjithve, e kanë harru konceptin e barazisë sociale. Këta duajnë
me ju dhënë njerëzve ndihmat të njëhershme dhe pagat kanë mujt me rrit koeficientin, që na me pas pagën 100 euro për 12 muaj më të shtrejt, më të lartë. Po a dini çka kanë dashur? Kanë dashur më thonë njerëzve qyre, na ja japim juve ka 1000 euro, 2000 euro, 1500 euro, 800 euro. A dini pse? Sepse jemi në kohën kur krejt indikatorët po na tregojnë që jemi të shku në zgjedhje. Edhe anit ministrin. Ajo tha, nëse au hekim akcizën, du të mi hek shtesat, Ministri Financave dul tha, kena me pruni pako për përballje me inflacionin 200 milion euro. A di për çka ka me pru pakon? Për me ble vota. Nëse shkojmë zgjedhje, ky i blen vota. Do më thonë, nuk është në gjendje shtash, me dalë me aprovu masa që kushtojnë 20 milion euro në muj, mirë po e kesh në përgatitje e si për pakon prej 200 milion euro. Nderuar qytetarë, veç duhet ta dini një gjë. Asnjë qeveri, kërkon në asnjë vend botës, nuk krijon para. Ato i merr prej juve. Do më thonë, sot këta i marrin 13 deri në 15 cent euro më shumë në secilin litër të naftës. Qeveria e Republikës e Kosovës i merr 13 deri në 15 cent më shumë në secilin litër të naftës. Ja u mbledh 365 ditë në baza ditore. Edhe ma ndej po, ja vjep si shtesa, 100 euro në kodë zgjedhjeve, e kështu me radhë, sepse ja u blen votat. Nuk ka parti politike, jo vetëm këtu parlamentarët, po dhe ato që janë jashtë, dhe ato që si janë formu heq, që me i pas 200 milion euro të bugjetit të Kosovës, nuk dalin të parat në rezultat. Gjithkun bud, 200 milion euro, me një vend ku bugjeti është rreth 4 miliard i planifikuar, ti shpenzon 200 milion euro. E 65 që tash me pagën e 13, gjithkush i fiton. Po kjo nuk o fiture, sepse nuk i ke përmbush as një premtim. Kjo është blerje e votave skem e korrupsionit publik. Edhe kryetar, edhe një gjë tjetër. Ka shumë shpifje në këtë parlament që 6 vitet e kalume jam ballafaqu me shpifje. I keni brekrejt nivellet e pushtetit që këtu jam, kur s'keni me mujt me mhesht. Urdhnani, gjeni gjanat. Ashtu që shi gjemna, na i kemi faktet krejt. Për shembull, janë bisedat në WhatsApp për të nderat e Kekut, për Martinin, që të kapelen hajde ka zyrja, të regojmë na kujnë ja dhënë të nderim. Martin Berisha i paguhet prej genit të Serbisë që ndron ambasadori 4.4 milion. 4 milion, 4.000 të ndera një burimor, 88 kontrata për komunën e Shtimes. Këto janë fakte. Kur keni fakte, folni, dalim, ballafaqohem. Edhe bile mos e leni me këtu, ku ka imunitet. Dalim atje, ballafaqohemi dhe shkojmë në përgjykata. Ama mos shpifni sepse nuk ju ka hije. Mos shpifni. E parat me të cilat po bleni vota janë para të qytetarëve të Republikës e Kosovës. A e dini që Albin Kurti kërë kanë në opozit, ka premtu që keni me pagu qumshtin ma lirë, rrymen ma lirë, shëqerin ma lirë, vajnë ma lirë, krypen ma lirë, sepse ko me hek të vëshën. Sot, krejt qeveria me 57 deputet, dele për qesh opozitën, pse demet ju si një kreativ, edhe krejt që ka po propozoni është heqja e të vëshës. Po dhe heqja të vëshës, sepse çmimi naftës po varet atje prej ngushticës Hormuzit, për që ata po ju treguem që atje s'muni me ndiku, e duni me ndiku këtu. Me heq dorë prej 1% të vëshës dhe prej akcizës, me heq dorë prej blerjes së votave me parat e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Sepse mjaft është mjaft.